Episodin e radhës, bashkë mu me Nesin, me faleminderit radhës parë që më ndiqni, të vazhdoni më ndiqni, më boni follow, më subscribe, më boni like. Vazhdoni të boni, shpërndani videon, më supportoni deri diku. Zgjedhja juaj funditës, mos ta bëjmë klishe ose ta bëj kështu, zgjedhja juaj, bëni çfarë doni. Radhë parë, faleminderit që ato që më kanë bë follow dhe vazhdojnë ndjekin. Nëse boni like ose boni subscribe, të ju falenderoj përsëri në që e bot këtë gjë. Kështu që le të vazhdojmë, mos ta zgjasim shumë me ngjarjen e çka ka ndodhur në fund fare. Jozi futi në shpolli. Jo, nuk është ajo. Mapeja ishte duke prish karrierën dikujt tjetër në kundër ndeshjen e tij, sa harrova edhe emrin e ekipit kundër kujt luajti Mapeja, Reali. Nise. Janë dy ndodhi pak a shumë gjashme, njëri përdori dorën, tjetri përdori komën. Për mendimin tim, të dy ishin bukur, më pëlqeu, ishin perfekte. Vetëm njërin e kuptova pse e boni, kurse Mapen pse e boni nuk e kuptova. Dhe është e çuditshme, domethënë, pse ndodhi kjo lloj gjoje, po gjithsesi u habitshme për mendimin tim, pse nuk kisha arsye pse ta bonte Mapeja. Tash kjo i jep arsye më shumë që të shkojë të penalizohet, po themi, në sensin 2-3 ndeshje pezullim, sepse është do të vendoset a është e qëllimshme ose jo. Nise, vazhdojmë me ndeshjen konkrete, që është ndeshje konkrete, domethënë flasim të dy ndeshjet në La Liga. Sot do luhet ndeshja dhe Atletico Madridit, që vazhdon të ndjeki, po themi. Bilbao po ashtu është vazhdon është aty në qindet. Gjoja e parë është kjo. Të dy ekipet bën detyrën e vet, morën 3 pikshin. Okej, jam dakord që të dy e bën detyrën, vazhdo, njësoj është, ju do shihni në foto, njësoj vazhdon totalisht renditja e La Ligës. Por gjë që s'kuptova una ishte këtu. Një, po flasim tek Reali, me që përmenda Mapen, ta kthejmë çik muhabetin serioz, është këtu. Që pse du ta përdorte disa vendime të Realit, nuk i kuptoj fare, sidomos Ancelotti, çdo kujt. Ti e shikon që nuk kanë frymë, me drejt po mendon Arsenalin, sepse do lozesh në shtëpi me Bernabeu, etj. Një gjë që ne kam kuptuar është logjika e tillë. Pse do të përdorësh Mapen ku e shikon që në fillim nuk është në maksimumin e vet. Rodrigo nuk ishte frymë, nuk ta dhan minuta 40, 50, 60. Ta dhan që në fillim të lojës, që nuk ishin forcë. Pse do të vazhdosh akoma me ato lloj lojtarësh? A do me i rujt, a do t'i jesh gati? Shumë bukur ke Endriku, mund ta vendosësh Endrikun pyp. Okej, bravo, për shembull Vinin dhe Bellingamin e vendose stol, që qetësohen, i vendose futen pjesë dytë, mos gabon nga minuta 60 e ca 70, më duket i vendosi. Kjo është ideja. Tash për mendimin tim, kjo okej, ti e bune shumë bukur, ti len stol, pse do të vazhdosh me Mapen, Rodrigon, Valverden, me ato lojtarë e di që ke mendjen tek Arsenali, sepse vetëm gjë që ke në dorë me mentalisht për mendimin tim është Championsi, sepse La Ligën Barcelona nuk do e fali. Tashi ti ç'a do me bë? Shumë bukur, është e thjesht fare. Vendos Endrikun, okej, kësa radhë më pëlqeu se kishe vënë Arda Gülerun. Shumë bukur, vendosi tashi, s'po Endrikun pse se vendos. Tashi pa ai po s'luajti me këto lloj ekipesh, ku do marrë minuta kundër Barcelonës, kundër Atletikos, kundër Betisit, ose kundër Bilbaos. Nuk do marrë ndonjëherë minuta nëse nuk merr minuta në këto lloj ekipe. Tashi ti edhe i ke ble, nuk e shpenzu pak për Endrikun, ke shpenzu goxha. Kështu që du të themi atë që du të jetë më të guxoj pak, ose është fundi karrierës, që kam diskutuar edhe në video më parë, që është fundi karrierës tek klubet, për shembull edhe te Reali, dhe do ta mbylli me mos t'i ngelë hatri as kujt. Ky është mendimi im që për
Ancelotin, që ai s'do të ngeli hatri askujt, edhe do të bëjë atë gjë. Ai atë detyrat e veta i ka bërë, që ka fitu Champions, ka fitu La Liga, edhe ai më shumë presionin si nga unë, edhe nga shumë tifozë edhe mediat, e ka vetëm nga diçka. Fakti që Barcelona është mirë, sepse Reali vjet është një njëjtë Real. Thjesht është përmirësuar sepse ka marrë ma pen. Ok, iku Krossi, edhe Modrici një vit po themi ka shku 39, por është përvetësu. Kjo gjoja do të thotë që ti do t'ishe më mirë se ishe vjet. Po fakti që ti nuk u analizu gjoja radhë parë që pse si fitove vjet gjon, nuk ishe konkurrencë në La Liga, dytë nuk ishe edhe diçka tjetër. Në Champions ke pas rrugën e lehtë edhe vetëm Dortmundi, apo të dolin finale që u dinte që Dortmundi do arrifshe. Nuk u priste që Dortmundi të rrifte ty, se fund ditës je ekipi që ke më shumë Champions dhe një nga dhe je ekipi më i mirë futboll, sepse e tregon vetë historia, o çështje tjetër si ka fitu. Jam më them bisedë tjetër. Kjo është logjika e parë. Logjika e dytë është Valverde, okay, pozicion vert, luajti shumë mirë. Okay, gjë që më pëlqeu tjetër ishte fakti që ishte Tchouameni dhe Kamavinga. Në fushë të dy ajo dyshe që kemi pa dhe më para, luajtën shumë mirë. Nuk e priste që Reali të mbronte aq mirë sa që po mbrojti, edhe pse ishte me karton kuq. Goli i Kamavingës ishte perfekt, shumë i bukur, më ka pëlqyer, ja fantastik fare, dhe gjëja e bukur ishte që e ruajti shumë mirë. Reali e boni detyrën e vet, mori 3 pika. Po nëse kapin si vendimet që ka marrë Ancelotti, këtu nuk më ka pëlqyer. Unë pres edhe nga ju që të komentoni se ç'a mendoni dhe ju më shumë për vendimet që bën ai si trajner, me zëvendësimet, me lëvizjet që bën ai, edhe me pozicionimet, a kupton? Ndo doje që edhe ju, edhe diçka të bukur që më pëlqeu ishte rikthimi i Ceballos, që është vërtet një nevojë për mesfushën, edhe vërtet një lojtar që duhet Realin këto lloj momente, në këtë lloj situate kalendarik, edhe situatë sezoni, që është fundi i sezonit dhe vendoset gjithçka. Kalojmë te Barcelona, që Barcelonën Realin deri ku e kuptoj, sepse ka arsye që të mendoj edhe për Championsin, edhe për gjona të tjera dhe të ketë frikë. Po Barcelona nuk e kuptoj, sepse po rrafi Dortmundin 4-0. Ok, rrafi Dortmundin 4-0, po shikon që Pedri, shumë lojtarë të tjerë, dëmtu Balde që doli dëmtuar. Jamali për shembull nuk ishte në formë më të mirë. Lewandowski ishte çiksi Terezi, normalisht se është bë dhe moshët vete, tash ti ç'a bën? Vazhdon avazin atë që bën për herë, njëjtën gjë. Ka diçka, nuk po jep. Dhe për shembull Fliku më pëlqeu një gjë që vendosi patjetër De Jongun, që sepse Pedri nuk përballonte dot me fushën vetëm. Ne donte një mbështetje nga Pedri. Jam totalisht dakord. Fakti që edhe gjë tjetër që nuk e kuptoj është fakti pse duhet të rrezikoj e do ta vështirësoj gjën me Leganesin, me një ekip si Leganes. Okej, herën e parë që kështu doli barazim, mos gabojmë duket, në fillim neshin më parë që ishën në Barcelonë që luajti, pse do ta rrezikosh atë? Ti këto lloj ndeshje do ta fitosh me qetësi më të madhe, se je Barcelona, je ekip që prodhon shumë raste, prodhon shumë gjona, edhe pse do ta vështirësosh gjën, sepse fund ditës ti ke fitu 4-0 kundër Dortmundit, nuk është diçka që edhe Dortmundi është funditës, e kuptoj, dhe nuk ke një ekip kundërshtar. Për shembull që Parisi, Interi, Bayerni, Reali që kanë shanse që ta kthejnë, që janë ekipi që po ja le rastin ta kthejnë lojën. Dortmundi nuk është i tillë dhe e dim
kush është Dortmundi dhe ç'a ekipi ka Dortmundi. Pse do të stresohesh, pse do ta marrësh në stres? Okej, detyrën e boni, 3 pikshin e mori, jam dakord, në rregull, fantastik. Gjëja që më pëlqeu tjetër ishte Martinez një që luti shumë mirë tek Barcelona, edhe ai që po kritikohet më shumë nga të gjithë, Rafinha, ai dha atë që u bë atë goli dhe goli fitores, atë goli që u bë. Lewandowski që pse festoi aty, nuk e kuptova as atë, pse do ta bënte atë lloj gjoje, kështu që shumë e thjeshtë. Do të bënte kish ke lojtar, ke Pau Viktorin, pse do të leje Yamalin, stoj, qetësohet i çik, mori frym sepse ke kalendarin e ngjesh, jam dakord. Leje, ke mezi regjistrove, deshe me regjistru patjetër, tash s'po e fut në lojë. S'po e kuptoj fare unë, lëvizjet e Flikut në këtë lloj lëvizje, në këtë lloj sensi. Mund të kërkoja nga Juve që të bënit një koment, një ide që pse si po ju duket Juve Barcelona në situatën që është, edhe momentet kritike, a është moment kritik për Barcelona ose ishte thjesht lodhje nga ndeshja Dortmundi që jemi në këtë situatë, kupton, ne kemi ju do shifni edhe lojtarët formacionin, edhe do kërkoja nga ju që të shifni domethënë mendimin të shkruanit, mendimin e juaj për veprimet e Hansi Flick që unë më duket jeri të dyshimta deri diku që priti çik. Kemi Premier Ligën, një Premier League që po bëhet lufta për Champions, edhe pse Anglia momentalisht është me 5 ekipe, u bë zyrtare që të jenë 5 ekipe për Champions në sezonin tjetër. Lufta bëhet edhe më e madhe, edhe ka tjellë. City fitoi, Marmush erdhi në vete, po themi që po shënon gola. Fakti De Bruyne që s'është i lodhur dhe i tillë, bën një magji dhe është një lojtar klasi dhe dim çka ka bëu dhe ç'a bën, e kupton, nuk e vi diskutim fare. Gjëja tjetër është këtu që me këtë dezaventën largimin e De Bruyne, nuk e di, as nuk kam një shembull që një person që mund të ngjasoj stilit të De Bruyne ose skenës stilit të lojës që bën De Bruyne. Nuk e kam fare një ide i lojtar. Shkruani koment nëse keni ndonjë lojtar juve vërtet në mendje që mund t'i afrohet ose mund të ketë potencialin e De Bruyne që bëj atë organizatorin ato pasat magjie që u hapiçim gjithë. Ideja tjetër është e tillë që kemi një Chelsea që parazoi, nuk e kuptova për arsyen pse do ta bënte këtë gjë, edhe çështjen e gjyqit deri diku që ka polemika, edhe gjyqi City që ka ngel akoma pikpyetje, kanë çu çantat shehikat atje, dhe kanë thonë, o vëlla, na çantët mbyll dosin edhe siç është dhe konga Noizit, çojmë lekët mbyllin dosin si është ajo konga, po dëgjon se u bë kohë që asë ngjoja s'du me ngju. Nëse, tem tjetër. Muhabeti tjetër ishim një Nottingham që unë poshtë, humbi, një Aston Villa që vazhdon aty. Për mendimin tim, edhe diçka tjetër ishte Arsenali që del barazim, Newcastle që boni një lojë të bukur kundër Manchester United, për kapën përgjithësi, sepse s'do t'i futem shumë detajeve ekipeve, sepse kemi diskutuar specifikisht çka kanë ekipet kështu, një Newcastle që është shumë rritje dhe një Tonali, një Isak që është i frikshëm, e dim, e kemi diskutuar dhe po e shohim se çfarë potenciali ka Newcastle, themi atë që është, dhe një ekip shumë i bukur dhe më pëlqen. Mu më pëlqen shumë, personalisht më pëlqen shumë Newcastle si ekip dhe një kimi që është ndërtuar aty. Ideja tjetër është këtu që
Liverpooli, që po shoh te Liverpooli e po e kap te Liverpooli në rreth parë, është Liverpooli që është një rënje, që i ka rënë fare ajo zjarri që të fitojnë diçka sepse kanë mbyll kampionatin edhe nuk është më ajo loja, ajo grinda e lojës, ajo kimia që ishte më para e Liverpoolit. Më duket sikur po përçahen ato lojtarët midis njëri tjetrit ose kanë një problem me slotin edhe kanë filluar kështu, Salah dhe Van Dijk bo kontratë, rinovimi i kontratës, që është shumë e mirë për Liverpoolin, sepse përveç se janë legjenda dhe janë dhe super lojtarë, që vërtet nuk kanë nevojë që ti përshtatesh në një ekip tjetër, vërtet janë lojtarë që e din stilin e lojës, e din Liverpoolin, e din mentalitetin e Liverpoolit, e din se çfarë do të bëjnë te Liverpooli. Si Van Dijk, si edhe Salah. Arnoldi doli ai që iku dhe do ikë te Real Madridi. Sepse do ta mori Reali atë lloj lojtar, nuk e di, po koha do të tregoj sa mirë do dali. Tjetra është kemi një Arsenal që me gjithë drejtën po mendon Realin, sepse çdo ekip tjetër do mendonte Realin, sepse funditës Reali ka kthyer ndeshën një ekipeve angleze, pafund. Cityt, Chelsea-t dhe ekipeve tjera. Nuk është hera parë që Reali bot smenduri në Champions, kështu që me drejt nuk i bëj fare Artetës që të lozi me frikë edhe jo me lojtarët e formacionit parë. Dhe vendosi i futin pjesë dytë, por deri diku është goxha pikë larg, domethënë vendit tretë dhe Championsin e ka siguruar, ai çdo humbi, e kupton. Championsin e kam siguruar, menjën e kanë Champions momentalisht, se jo, e kuptoj, kur ka fitu 3-0 në ndeshën çerek finale, ka shanse të ikë gjysmë finale dhe pse mos ta tentoj që të ikë deri në finale, e kupton. Kjo është gjë fantastike dhe një super arritje si për Artetën në karrierën e vet si trajner, po edhe si Arsenalin në këto vitet e fundit. Nuk e mbaj mend tek e bë Arsenali vitet e fundit fare këtë deri në çerek finale e në gjysmë finale. Kjo është një arritje shumë e madhe dhe Arsenali do të jetë, fansat e Arsenalit nuk do të jenë aq shumë kritikus Artetës. Kemi Chelsea që është në rënje, edhe një Nottingham si thashëm më parë që është në rënje. Ne ishte një statistikë që Nottingham Forest ishte një ekipi që kishte bërë më pak pasa dhe më pak goditje shanse me bë gol. Edhe kjo tregon sa cinike është si ekip vetë Nottingham Forest. Edhe është funditës ai detyrën e bën, është skema lojës, 3 pikshin e merr, e vën vështirësi kundërshtarin, është aty ku është. City po e shikoj ngritje, Newcastle nuk e shoh fare ta ketë vështirë Championsin, unë më shumë e shoh Newcastle ngarme Arsenalin, nëse gabon Arsenali. Jo gabon, nëse do e ketë me një Champions, do shoh që Newcastle ketë shans me që është një ndeshje e mangët që marr vendin e dytë. Kemi edhe një për mendimin tim, nëse shikojmë renditjen siç është momentalisht, unë do e shifsha Liverpool, Newcastle, Arsenalin, do shifsha Manchester Cityn dhe Aston Villa. Nottingham Forest nuk e shoh për Champions, mund ta shoh për Europa League dhe për mendimin tim të ishte më mirë për Europa League për Nottingham Forest, në që të vijë gradualisht rritja e këtij ekipit, mos t'i bëhet direkt në Champions me ekipe të forta dhe demoralizohet. Okej, do të fitojmë më shumë lek nga ana buxhetit, financave dhe ekonomik, po më mirë është ta marrë gradualisht, step by step, se funditës kjo është maraton, nuk është një sprint. Avash bën punë të mira, kemi ne shqiptarët që e themi. Kështu që s'kemi pse fare, për mendimin tim më mirë të ruaj, s'ka gjë, tentoj, nëse bie, tjetë Champions okej, marrë ato lekët, i fusi këtu edhe vazhdoj detyrën e vet. Por për mendimin tim do ishte më mirë që t'ishte Europa League, ta marrë step by step, për shembull siç ka qenë Atalanta në Serie A, që e mori avash. Kjo është për Premier League-ën. Kemi një
Në Serie A ndodhin disa çuditëra. Kështu një ringritje po themi të Milanit, që fitoi kundër Udinezës 4-0, e çuditshme dhe një ndeshje e bukur, gola të bukur, gjë që s'kuptove ishte përplasje dy lojtarëve Manjos edhe sa më kush ishte ai lojtari tjetër, mos t'ia fus kot, po as drejt, po të drejtën, e kuptoj që nuk e mbaj mend fare kush ishte ai lojtari që përplasën të dy. Pse du ta boshin atë veprim, sepse kundërshtari iku. Ndeshje ishte bukur, ndeshje shumë e mirë të dy ekipeve. Milanit më pëlqeu Leao, edhe Teo deri diku. Se kuptoj domethënë pse erdhi ky, se ishte një reagim totalisht ndryshe i Milanit. Ishte një Milan tjetër në ndeshjen e kaluar dhe ky Milan tjetër. Mos ka filluar Milani duke ndarë gjërat, duke sistemu detyrat e veta dhe duke ndarë priti çik, duhet marrim gjërat më seriozisht, sepse shiko, okay, jemi në fund sezonit, por për sezonin e ardhshëm duhet punojmë edhe më shumë që t'i vëjmë shtru gjonat, edhe sepse kemi potencial dhe ka cici. Milani ka super cici nëse i shikojmë, kupton, me individ lojtarësh me emra, kanë super cici dhe janë lojtarë shumë të mirë. Pulisic, Leao, Gimenez, ke Reindersin ke aty, ke Fofana, ke Theo Hernandez, për shembull, ke Walker, Manjoja, është super lojtar, ke goxha cici në ekip. Nuk është një ekip që thosh që s'ka lojtar, që janë lojtarë të ri, për shumë si Juventus, që dun kohën e vet që të merren vesh. Ato kanë vite, janë lojtarë që kanë eksperiencë, janë lojtarë vërtet që kanë cici, që kanë potencial të rriten. Nuk është një lojtar që janë hajt i fusim 11, që kuptoj që lozim Calceto, hajt kot. Janë lojtarë që vërtet që mund të bëjnë diçka. Edhe më vjen keq për Milan, gradën e Milan, po mund ta do shikojmë, koha do të tregojë që është vërtet Milan në rritje, ishte thjesht një shkëndije moment që ndodhi, e kuptoj. U bë mirë sepse Fiorentina doli në barazim, Bologna u rrap nga Atalanta, doli 2-0, Lazio me Romën doli në barazim dhe kjo gjë u leverdisi si Juventusi si dhe Milanit. Juventus që fitoi nga Lecce 2-1, po edhe Milani që mund të ketë shanse që të afrohet në zonën e Championship ose edhe në Europa League. Kemi një Juventus që bën një ndeshje të bukur, e la pjesën e dytë, Kupmanja si bën një gol të lezetshëm edhe Yıldızzi, po ashtu hongër një gol çuditshëm, po themi shumë, se kuptova. Shoh një Juventus ndryshe, një skemë lojë ndryshe, një Juventus më agresiv, një Juventus më me logjik të qarta, që për zonën e Championsit kemi atë qëllimin dhe dëshirën që të rrim Champions dhe mos largohemi nga Championsi. Nuk e di sa do jetë ky trajneri edhe për sezonin tjetër. Për mendimin tim, Juventusit nuk i duhet një trajner të tillë, duhet një trajner vërtet që një ka, edhe të bën një ekip, sepse janë të rinj dhe janë lojtarë të rinj, duhet i kapësh nga të ngresh veshën, e kupton, dhe ti shtrosh çik, sepse vërtet është një ekip që ka potencial, ka goxha potencial si ekip, po duhet një trajner për shumë si Klopi, si Conte, si mund të them si Hansi Flick për shembull, ose si Gasperini, që janë trajnera që o vlla, kështu do bëhet siç them unë, kjo është skema, kjo është loja, kështu do luhet. Që ti ulesh me kam tokë edhe të bëhet një skemë, edhe ato të punojnë, a kupton, funditës. Për Juventusin kaq mund të them, ne kemi diskutuar problemet e Juventusit, edhe Milanit i kemi diskutuar, nuk ka nevojë të përsërisim 100 herë, sepse është e kot, thjesht me mush videon, po është idiotlik. Jemi deri këtu, ishim një Lazio Roma që doli barazim. Nuk e prisja që Lazio të fitonte, sepse Lazio ka atë shansin që t'ike në Champions League, domethënë, dhe është më shumë Roma që është deri diku, është goxha më larg se Lazio ka shansin që të jetë në Champions të luftoj, edhe sidomos edhe me fatin që Bologna u rraf dhe mund të ketë shansin që të afrohet. Këtë vit
Seria është me 4 ekipe dhe nuk është 5 siç ishte në sezonin e kaluar. Kjo është një. Kishim një Atalantë që rrafi Bologna thjeshtësisht 2-0 pa vështirësi. Më duket që Gasperini të thonë që okay, ti do ikesh sezonin tjetër. Ne kemi marrë vesh nuk do rinjovosh kontratën, por këtë sezon të duam që ta bësh këtë gjë. Ne ka thonë drejtoria, stafi, gjithë gjonat. Edhe Gasperini është trondit dhe ka thonë që okay, unë po e bëj detyrën dhe po mbyll si burrat detyrën time te ky ekip që po fus në Champions dhe po mundohen të marrë vendin e tretë, sepse është Napoli dhe Napoli me Interin që janë ngarë për titull. Interi që fitoi 3-1, një Inter shumë fantastik pjesën e parë nuk e vjen diskutim. Prap pjesën e dytë është ajo që kemi diskutuar ne që Interi u bë sikur me neshën e Parmën që u hutu herë, sidomos kur humbi atë golin, pa e humbte, po ishte Cagliari ajo që nuk ishte cilësinë që për shembull të ishte një ekip si Como ose si Parma ose një ekip tjetër do të bënte problem, do të krijonte raste, do të krijonte mundësi, mund të shënonte edhe gol, mund ta kthente ndeshjen në sensin që mund prishte ndeshjen në ato lloj momente. Kështu që nuk i dihet. Të shoh një Inter të lodhur, nuk i vej fare sepse ka ndeshjen me Bayernin, plus erdhi nga ndeshja me Bayern. Kështu që nuk i vej fare në diskutim. Inzaghi tash është të limlu koka, sepse kjo është pjesa e fundit sezonit, ky prilli dhe maj që është pjesa kur këto momente vendoset gjithçka dhe do shifet a është a nuk është për kampionat ose për Champions ose edhe në vazhdimsi. Kjo është domethënë kështu, për mendimin tim, ndesh që do jetë për Champions, gara për renditja për mendimin tim Serie A do mbyllen këtë lloj forme, Juventus, kështu dhe kemi Interin që do fitojë kampionatin, nuk e shoh Napolin fare, Interi do marrë kampionatin. Do kemi një Napoli, një Atalanta dhe gara besoj se do jetë Juventusi ajo që të marrë, pastaj mund të jetë Bologna me Lazio, kemi edhe Fiorentinën që është ngarë, është Roma dhe Milani. Më shumë mund të shoh Romën, sepse bën një lojë të bukur, ndeshjet e fundit ka bërë goxha ndeshje të bukura, por kemi edhe një Fiorentinë që është e rrezikshme, po nëse është vërtet kjo shkëndija e Milanit që diskutuam më parë dhe ekziston akoma, mund të shoh edhe Milanin, po pse jo, kuptoj dhe do jetë gjë e mirë sepse është buxhet monetar, një ekip amerikan po e themi në këtë sens që është Milani që do kërkoj lek sepse ndryshe, nëse do jetë vetëm në Serie A, do jetë më mirë edhe për Milan Serie A sepse do mblidhet dhe do ulet në kom tokë që vërtet duhet të punu me ekipin sepse kështu nuk funksionon më duke bë vetëm pa hedh lek të nxjerrim diçka. Kjo është për mendimin tim, kemi ndeshjet e Championship që janë çertfinalet, ndeshjet e kthimit. Kemi ndeshjen të martën që është Aston Villa me Parisin edhe Dortmundi me Barcelonën. Nuk shoh ndonjë episod çmenduri që do ndodhi as te Barcelona, Aston Villa mund të shoh deri diku që mund të tentoj, por është funditës është Parisi, një ekip fantastik që është sepse i ka fituar të gjitha. Dhe i fokusohet 100% Championship, nuk është si Aston Villa që është ngarë edhe për Champions në tabelë sipër në Premier League, për shembull që do t'i fokusohet dhe kampionatit dhe ka kampionatin, kurse Parisi kampionatin e ka mbyll, kupën e ka në dorë vet, edhe është totalisht e fokusuar në Champions. Mund të shoh vetëm për arsye vetëm se të trajnerit që është trajneri harrova emrin, nëse ju e dini trajnerin, është ai që ka fituar 3 herë Europa Ligën, është trajner që e di kompeticionet e Europës, si ka fituar 2 herë me Sevilla dhe 1 herë me Villarrealin, kështu që nuk është një trajner që do ta nënvlerësosh dhe ta marrësh në konsideracion se e kanë bënë, po kur e shikojmë nga ana tjetër është një Luis Enrique që edhe ai ka një
është trajneri që ka tregu kohë dhe çfarë trajneri çka ka buaj në gjithë ekipet në karrierën e vet si trajner dhe dim që Parisi, gjë që dalë me kundërshtim me gjona që kam thënë më parë, është që vërtet Parisi po fokusohet tashi ekipit, organikës të Parisit dhe të formuloj atë identitetin e vet si Paris. Nuk tentoi të bënte si Reali, që të bëj vetëm yjet, por nuk i funksionoi dhe tha më mirë po bëj identitet, po bëj një emër, po krijoj një gjenerat lojtarësh, po e themi, që të dominojmë. Në Francë po edhe dominoj edhe në Europë, pse jo të bëhet një ekip i rrezikshëm edhe mos të nënvlerësohet fare. Unë e shoh që Aston Villa nuk maksimumin mund të bëjë një gol, mund të shoh një barazim këtë ndeshje, një 1-1, Aston Villa me Parisin, kurse Barcelona do shoh një 1-2, të haj një gol Barcelona, nuk e vjen në diskutim. Po Barcelona do shënoj prapë sepse do të krijojë atë euforinë dhe atë frikën Champions që ndaj ekipeve kundërshtar, Interit ose Bayernit që do dalë, që unë shënoj gola atë frikën psikologjike dhe do shënoj 2 gole minimalisht për mendimin tim, sepse është lojë edhe psikologjike goxha ku shënon, ku shef që do përballesh me një ekip që vërtet shënon shumë gola dhe krijon shumë raste, ti ku do përballesh do kesh atë frikën, pritet çik si do ma bëj dhe mua këtë gjë, prit të kem frikë, do bëj atë problemin e sulmosh kundër atij ekipit. Kjo është një taktikë që bën Hansi Flick për mendimin tim një lojë psikologjike. Kemi ndeshjen e të mërkurës, që mërkurën janë ndeshjet më të bukura për mendimin tim, që është ndeshja e parë është Reali me Arsenalin, luhet në Bernabeu. Nuk e di, do shikohet në pjesën e parë deri në minutën 60, nëse nuk bën diçka serioze Real Madridi që të shënoj ose të ketë një rast shumë afër portës, po edhe le ta humbi, që vërtet t'japi shkëndija që unë po tentoj të kthej ndeshjen, të e kthej ndeshjen, vërtet nëse jep shkëndija. Po nëse nuk jep shkëndija, ne kemi edhe diçka që Arsenali është një nga ekipet që ka mbrojtje më të mirë këtë sezon, ka një mbrojtje shumë bukur, çelik po e themi, dhe e bën shumë lehtë dhe pa u lodh fare. Nuk lodhet që mos sforcu, për shembull, që vërtet sforcohet në sensin që ta bëjë me vështirësi, jo. Arsenali e bën më shumë thjesht të jetë ekip mbrojtje. Edhe do e tentoj, nëse shënon Reali golin e parë për shembull, do tentoj shumë mirë që të mbyllet mbrojtja, të bëj parkoj atë autobusin. Po do shikojmë, Arteta është i trajner që është vërtet trajner i zgjuar dhe bën skema, po do shikojmë nëse kështu për mendimin tim Reali nuk do kaloj Arsenali, besoj se do dalë një ndeshje 1-0, thjesht 1-0 ose maksimumi do dalë një 1-1 që do japi një kundërpërgjigje dhe Arsenali. Kjo është për Arsenali me Realin. Kemi edhe ndeshjen Bayern me Interin. Unë shikoj që është vështirë për Bayernin, nëse Interi dëshiron të alejë ndeshjen e lën, edhe Bayerni do e marrë. Por nëse do Interi ta marrin, nuk e thyn dot mbrojtjen dot të Interit, sepse është një nga mbrojtjet më të mira në këtë sezon dhe në vitet e fundit, e kupto. Edhe pse është Bastoni, Acerbi, edhe De Vrij ose Pavardi, çdo lloj lojtari tjetër që përdor aty sa udhëtove tash s'po vin lojtarët menjë. Prapë është funditës është Interi dhe bën me thjeshtësi më të madhe mbrojtjen dhe nuk e ka vështirë fare. Bayerni vun nga mbrojtja, nuk e vjen diskutim. Ne kemi diskutuar, Kimi nuk është mbrojtës për Bayernin. Është lodhur edhe nga ndeshja me Dortmundin që doli 2-2. Nuk e shoh fare dhe dalet që siç del Interi me 3-4 pasime, mund të shënoj gole dhe unë shikoj që më shumë që dalë 1-0 për Interin se sa ta kthej Bayern ndeshjen. Edhe dalë 0-1 dhe dalin shtesë ose 0-2 dhe ta mbyllin ndeshjen në 90 minuta. Për mendimin tim do jetë për dali Paris Arsenal edhe Barcelona Inter gjysmëfinalet e Champions League. Shkruani komente edhe ju se çfarë mendoni se si do dalin ndeshjet. Ne shpresojmë të bëhen ndeshje të bukura, të shijojmë ato ndeshje,
të vërtetë se ne si sportdashës edhe si njerëz që na pëlqej futbolli, ne duam fund ditës një ndeshje të bukura që vërtet ne ku t'i shpenzojmë ato 90 minuta tjetës tonë, të vërtet t'i shijojmë ato 90 minuta e mos bëhet një ndeshje e mërzitshme. Unë shpresoj mos bëhet polemika, edhe bëhet kështu dallavere do kep, themi atë që është, mos flasim vetëm bukur e pastër, dhe jetë një ndeshje që do bëj bllofin edhe të jetë e habitshme, po unë nuk pres sepse janë gjona shumë qarta dhe shumë bukura vetëm nëse duan që ta lejnë vetë ekipet. Në çdo lloj ekipi nga këto të dyja. Kjo është për mendimin tim. Faleminderit që më ndoqët, edhe shpresoj që të më keni bërë subscribe, keni ndjek, edhe pse jo të vazhdojmë më supportoni në TikTok, bëni follow në TikTok edhe në Instagram, edhe këtu në YouTube bëni subscribe, edhe mos harroni të bëni like videos. Të vazhdojmë sa më shumë të arrisim kanalin edhe të vijnë video të reja me gjona ndryshme, me vlog, me ide të reja e kështu. Kështu që mos harroni, na bëni komente edhe të ndiqni në episodet e ardhshme. Nga unë në sketën, dhe rini sa më shumë pozitiv, le të shihem ndeshjet e futbollit edhe mos u mërzisni shumë për shpullën e Jozit në Gjestin, se janë gjona që ndodhin në publik, në realitet. Kështu që natën e mirë edhe shihoni videot që do vinë më pas.